Zëdhënësi antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli ka dalë sot në një deklaratë për mediat nga Selia Blu duke denoncuar një aferë të Bashkisë së Tiranës dhe kërkuar hetim urgjent nga SPAK. Ajo ka akuzuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjo Veliaj dhe ish-drejtoreshën e shërbimeve që lidhen me administratën studentore numër 1 Anila Shehu për abuzim me fondet publike gjatë rindërtimit të godinës numër 19 në qytetin Studenti. Vangjeli theksoi se megjithse janë paguar rreth 43 milion lek, godina nuk është rindërtuar kurrë. Studentët treguan se përveç mohimit të drejtës për informim, lidhur me këtë rast, së pari ekzistojnë dyshime për abuzim me detyrën shtetërore, ku dëmi është i dyfisht qoftë me fondet publike, por edhe me gjurmën dhe territorin e pretenduar për të ndërtuar godina numër 19. Së dyti, godina nuk u ndërtua kurrë, vërtetuar nga fotot e marra në terren. Së treti, për këtë godinë u paguan rreth 43 milion lek të vjetra në favor të kontraktorit i cili do të kryente ndërtimin. Aktivistët kanë kallëzuar çështjen në SPAK dhe kërkojnë hetime të plota, ndërsa Partia Demokratike kërkon hetim të menjëhershëm për këtë rast, duke cilësuar si një tjetër abuzim me paratë publike. Partia Demokratike ka denoncuar disa herë përdorimin e fatkeqësive natyrore duke abuzuar me dashje, me keq menaxhimin e ndarjen e parave publike dhe rasti më sipërm është një tjetër shembull. Në këto kushte, apelojmë SPAK të konkludojë me hetimet respektive për këtë aferë të kallëzuar nga studentët dhe dërgojë për gjykim shkelësit e ligjit dhe vjedhësit e parave të shqiptarëve.